Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse keni probleme me muskrit, ju mungon kjo vitamin, ja çfarë duhet të bëni. Përveç se ka efekte tepër pozitive për mirë funksionimin e organizmit të njeriut, vitamina A mundëson edhe një funksionim më të mirë të mushkrive. Funksionimi i mushkrive tek fëmijët, nëna e të cilëve gjatë shtatzanisë ka konsumuar vitamina A, ka qenë më i mirë se atyre fëmijëve të tjerë, nënat e të cilëve nuk kanë konsumuar sasitë e duhura. Vitamina A është tepër e rëndësishme për shëndetin dhe për shumë aspekte të tjera të shëndetit, në veçanti për shikim. Nëse nuk konsumohet mjaftueshëm me anë të ushqimit, kjo vitamin duhet të merret me anë të suplementeve, tabletave të pasura me këtë vitamin. Ushqimet e pasura gjithashtu me vitaminë A janë perimet me gjethe dhe me ngjyrë jeshile të errët, të cilat nga ana tjetër kanë edhe vlera të larta ushqyese. Konsumi i perimeve është i domosdoshëm për të ndaluar mungesën e vitaminës A dhe të hekurit. Këto vitamina janë shumë të rëndësishme për vetitë e tyre të forta antioksiduese. Vetitë të cilat neutralizojnë efektet e radikaleve të lira janë substanca të prodhuara gjatë proceseve normale të organizmit, por që janë shumë të rrezikshme nëse nuk neutralizohen. Radikalet e lira mendohet se luajnë një rol në sëmundjet e zemrës, plakjen dhe sëmundjet e këqija. Përkujdesja për mushkrit është një hap i rëndësishëm që mundëson mbrojtjen nga sëmundjet e ndryshme. Në këtë video ju do të mësoni për ushqimet të cilat pastrojnë dhe detoksifikojnë këtë organ të rëndësishëm. Çaji jeshil. Ekspertët rekomandojnë pirjen e një çaji jeshil të ngrohtë përpara gjumit. Kjo do të ndihmojë të pastroni organizmin dhe mushkrit tuaja nga toksinat, por nga ana tjetër edhe të ruajë shëndetin e sistemit të tretjes. Çaji jeshil kombinohet shumë mirë me xhenxhefilin, lëngun e limonit dhe mjaltit. Lëngu i limonit. Sipas të dhënave, lëngu i limonit është shumë i pasur me antioksidant dhe gjithashtu acid folik. Pini ujë me lëng limoni çdo mëngjes me stomakun bosh. Lëngu i boronicës së kuqe ose ananasit. Këto fruta janë të pasura me antioksidant dhe lëngun e tyre mundet që ta pini çdo ditë në mes të vakteve ose gjatë të drekës. Nëse ju po përpiqeni të pastroni mushkrit, atëherë ju duhet që të shmangni pijet e gazuara dhe ato alkolike. Lëngu i karrotës. Karrota është e pasur gjithashtu me beta-karoten, vitamin A, K, C dhe B. Lëngu i saj gjithashtu rrit nivelin e alkalinës në gjak. Sëmundjet nga ana tjetër kanë konfirmuar se disa karrota në ditë ulin në rrezikun e sëmundjeve të mushkrive. Xhenxhefil. Xhenxhefili është një aleat kundër sëmundjeve të këqija. Ai lehtëson eliminimin e sekrecioneve bllokuese të mushkrive. Ushqimet e pasura me antioksidant. Spinaqi, frutat e pyllit, brokoli, peshku dhe rrushi janë ushqime të pasura me antioksidant që forcojnë imunitetin, kapacitetin e mushkrive dhe frymëmarrjes. Rigoni dhe nenergjiku. Përbërësit organik të rigonit përmirësojnë frymëmarrjen dhe gjithashtu çlirojnë mushkrit nga bllokimet prej sekrecioneve. Mundet që t'i përdorni si çdo çaj tjetër bimor. Ato ndihmojnë edhe në pastrimin e rrugëve të frymëmarrjes nga bakteret. Nenergjiku qetëson në rrugët e frymëmarrjes dhe të dyja bimët duhen bërë pjesë e regjimit tuaj ushqimor. Mbrojtja e mushkrive kërkon marrjen e ushqyesve të domosdoshëm dhe jo vitaminave vetëm nga ushqimi, por edhe suplementeve.
Këshillat e fundit por jo nga rëndësia janë që ju të mos pini duhan, të qëndroni larg zonave të ndotura dhe gjithashtu të pini sa më shumë lëngje të ngrohta. Inflamacioni dhe akumulimi i sekrecioneve në mushkëri si pasojë të ftorës ose gripit munden gjithashtu që të shkaktojnë vështirësi në frymëmarrje dhe gjithashtu probleme me gjumin. Bllokimi i cili shkaktohet në krahëror shoqërohet edhe me një kollë të fortë nëpërmjet së cilës përpiqen mushkërit që të pastrohen. Gripi dhe e ftohura nuk janë të vetmit që shkaktojnë bllokim të krahërorit nga sekrecionet apo siç njihet gëlbaza. Gjithashtu, një gjë e tillë mundet që të ndodhë si pasojë bronchitit, astmës, fibrozës cistike dhe alergjive. Ju mund të vini në ndihmë mushkërive tuaja duke konsumuar lëngje të ngrohta të kockave, supa, çajra bimor e të tjerë. Ndër ushqimet dhe pijet më të rekomanduara nga ekspertët për këtë problem veçohet mjalti, i cili është rësisht efektiv dhe efikas për pastrimin e mushkërive. Sipas informacioneve, një i rritur mundet që të konsumojë një lugë gjelle me mjalt çdo 3 deri në 4 orë. Ushqime të tjera të dobishme janë hudhra, limoni, erëzat, shega dhe xhenxhefili. Pastrimi i mushkërive nga sekrecionet. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë gjysmë lugë çaj me xhenxhefil pluhur, gjysmë lugë çaj me specë djegës pluhur, çerek filxhani çaj me uthull molle të pafiltruar. Dhe gjithashtu ju duhen edhe 3 lugë gjelle me mjalt, çerek filxhani çaj me lëng të freskët limoni. Përgatitja: zjeni së bashku uthullën dhe lëngun e limonit. Sapo të marval, hiqeni atë nga zjarri dhe shtoni aty mjaltin, xhenxhefilin dhe gjithashtu specin djegës. Përzijeni mirë së bashku derisa ju të përfitoni një lëng me një përmbajtje të mirë uniform, të cilën duhet që ta hidhni në një shishe qelçi. Ne gjithashtu ju sugjerojmë që këtë lëng ju ta konsumoni 2 herë në ditë për 2 deri në 3 ditë me radhë. Njerëzit të cilët kanë probleme me fjetjen gjithashtu si pasojë e këtyre problemeve dhe bllokimit të mushkërive, pikërisht nga sekrecionet e trasha, rekomandohet që ata kur të flenë të përdorin 2 jastëk. Në këtë mënyrë koka juaj duhet të mbahet e ngritur dhe kjo metodë do të pengojë kollën dhe gjithashtu problemet të cilat vijnë së bashku me frymëmarrjen. Ju duhet që të shkoni tek mjeku juaj në qoftë se këto sekrecione zgjasin për më shumë se 3 ditë. Përkeqësohen ose munden që të kenë edhe një ngjyrë jeshile apo edhe të verdhë. Prandaj gjithmonë duhet të jeni të vëmendshëm ndaj shenjave që trupi juaj përpiqet t'ju tregojë dhe t'i trajtoni ato probleme sa më parë, sepse në të kundërtën gjendja do të përkeqësohet dhe kështu do të avancojë në probleme të tjera shëndetësore. Prandaj gjithmonë kujdesuni për ushqyerjen tuaj, kujdesuni të vëreni çdo shenjë e cila mundet të paralajmërojë një gjendje ndryshe në organizmin tuaj. Para se të drejtoheni tek ilaçet, provoni këto receta të mjekësisë alternative. Mirëpo, para se të përdorni këto receta, ne ju këshillojmë që të konsultoheni më parë me mjekun tuaj. Duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.